Që nga viti 1967, zonja dhe zotri, bien letra në tokë. Që nga atëherë? Edhe ma herës bile, po që nga atëherë letra e parë që ka rënë tokë, që nga atëherë. Si pas organizatës dhe Kombeve të Bashkuara, prej ati viti festohet si e tillë dita e rënies e letrave në tokë. Është shumë interesant edhe çështja e Dita e letrave. Ma kujtova atras që ka pas 27-ën. E di, atëherë ti ke pas qenë diku rreth 40 vjeç. 42. Po, në këtë moshë. Që më mjaftueshëm. Po flasim për letra dhe kremtohet dita ndërkombëtare e librit për fëmijët nderuar teleshikues, për të frymzuar kështu dashurinë dhe leximin, për të tërhequr gjithashtu dhe vëmendjen tek librat për fëmijë. Ka të rinj dhe të reja, të vjetër e të pamosh realisht që pa fund kanë shkruar dhe do të vazhdojnë të shkruajnë letërsin për fëmijë. Është një letërsi që do një kullim të thelluar, të detajuar, një gjendje fantastike. Erina Ramani është me ne, një njohëse e mirë e kësaj letërsie dhe shkruese gjithashtu apo jo. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Ti vjen dal nga dal letrat. Po bënë ti lesh ashtu se po duken interesant. Nuk po duket e përdosje, po duket ashtu. Një art artistike po duket po. Jo, në fakt po më intereson shumë te Erina se ishte autore e disa librave, sot s'na ke sjell këtu në studio. Ku ti sjell ajo duke bërë vajzën gati për kohë? Po, vrap në libra. Po, në një rast tjetër edhe mund t'i kemi. Po më intereson se më thonë, e para, sa libra e keni të shkruar? Unë kam 7 libra për fëmijë. 7 libra, që janë tregime, poezi, vjersha? Janë kryesisht vjersha për fëmijë, po. Nuk desha të bëj shumë reklam. Fëmijët nuk vojtojnë shumë reklamat. Unë po jam shumë prezente në ambiente ku ka fëmijë dhe kjo është ndoshta... Ka qenë krejtë pa qëllim dhe mos të duan reklamat. E rëndësishme është që fëmijët i duajnë librat, apo i duan librat, se nga njerë po krijohet një përshtypje varet me këflet. Se me thonë, ndoshta dhe varet se si u imponon edhe në çfarë forme u imponon fëmijëve leximin. Nëse flet me prind, thonë, s'ju intereson fare, me disa prind, po bënej ka kategori. Nëse flet me arsimtar, me mësues, thonë që interesimi dikur ka qenë shumë më i madh sa do shumë i vogël. Po nëse flet me disa të tjerë, thonë që është në rritje interesimi. Për shembull, e kishim dikë këtu nga një prej librarive më të popularizuara të kryeqytetit, edhe ai po thoshte që ka fëmijë, 3 tinejdžer që vinë me fotografi plot, me fotografi video të caktuara nga TikToku kryesisht, që thonë e dua këtë libër. Tash, a është trend, a është dëshirë me lexuar çështje tjetër. Qysh e kategorizon ti krejt këtë situatë nga kontakti që e ke të shpesht me fëmijët? Nuk e di ku i ke, në shkolla, a shkolla në shkolla, në ambiente rekreative, ku do që ka fëmijë. Na si shkrimtar për fëmijë përpiqemi të jemi vrojtu sa më të mirë dhe të jemi sa më afër fëmijëve në mënyrë që ta marrim atë informata dhe mandej ta zbërthejmë dhe të krijojmë, të bëjmë krijime të mira. Unë fillimisht do doja t'ju falenderoj për rëndësinë që po jepni kësaj dite, sepse është një ditë shumë e rëndësishme për neve si autor për fëmijë, duhet jetë një ditë e rëndësishme për gjithë lexuesit, për gjithë prindrit, për gjithë mësimdhënësit. Dita ndërkombëtare e letërsisë për fëmijë është një ditë që shënohet ndërkombëtarisht me karakter festiv, do thoja kështu. Ditëlindja e Hans Christian Andersenit, një prej shkrimtarëve më të mirë për fëmijë, për mos thënë më i miri, një prej mendjeve më briljante që ka pasur bota ndonjëherë dhe prej asaj kohe shënohet, pikërisht në ditëlindjen e tij shënohet edhe kjo ditë. Sa i përket pyetjes juaj, kjo është çështje pak edhe këndvështrimesh. Po, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që pikërisht ky lloj debati cilin ne po e bëjmë sot këtu, mirë po edhe ai muhabeti që ne e bëjmë vazhdimisht me prind të tjerë, njëkohësisht me mësimdhënës, apo edhe ne si qytetarë të zhvendoset edhe të kaloj të rrëshqas nga debatet e vogla të cilat ne i bëjmë, të rrëshqas edhe të marrë një karakter, do thosha kështu pak më të madh, edhe të diskutohet edhe nga institucionet, të diskutohet edhe nga shkollat. Unë si shkrimtare për fëmijë, ajo që vrej është që fëmijët kanë një lloj interesimi, është një periudhë mjaft sfiduese, po flasim për një periudhë ku teknologjia ka bërë shumë të vetën edhe përqendrimi i fëmijëve tashmë është në materiale të shkurta, ata nuk kanë, le të themi, një farfuqi absorbuese që të marrin përmbajtje të cilat janë shumë të gjata dhe kjo është shumë sfiduese edhe për neve si shkrimtar, por edhe si prind. Është le të themi ngushtuar gjithçka në materiale të TikTokut, që përmendet edhe ju, apo në materiale të cilat vijnë nga rrjetet sociale. Por janë shkrimtarë të tillë njerëz të letrave të lapsit që mund ta devijojnë këtë për të mirë e kanë fjalën. Sigurisht, hajde ta kthejmë andej digën ka duhet, për shembull. Nëse jemi të prirë për të dëgjuar dhe për të lexuar shpejt, shkurt dhe elektronikisht, kemi diçka që na e plasojmë edhe i përshtatim pak kohën dhe nxisim menduarit kritik. Këtë drejta, kjo është e dëshirueshme, edhe po e bëjmë si shkrimtar. Për shembull, 7 libra nuk janë pak për të nxit
pa diskutim. Janë poezi që shkruan, vjersha? Jo, janë kryesisht vjersha për fëmijë. Që tematika është? Tematikat janë të ndryshme, unë jam një vrojtuese shumë e mire situatave të fëmijëve, të atyre që ju pëlqen fëmijët të teknologjia diçka? Vazhdimisht. Vazhdimisht e përmendje edhe teknologjinë. Që shi qasë është teknologjisë në vjershat e tua? Duke bërë dallime midis të vjetrës dhe të resë, si duhet ta përdorim teknologjinë gjithmonë në funksionin e duhur, se si të mos dalëm teknologjinë që të na marrë mendjen edhe të... Çka thua tek libri buzëqeshjes? Libri buzëqeshjeve është një libër cilën e kam shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Ishte një periudhë kur buzëqeshjet i kishim nën maska, kështu që u mundova që të sjell një këndvështrim tjetër. Është një libër mjaft, po them kështu, simpatik. Përpara ati kisha botova një libër tjetër që quhet Të martën nisemi në Mars, që ndoshta është një libër shumë i kërkuar. Në vitin, në cilin vit keni botuar Të martën nisemi në Mars? Libri Të martën nisemi në Mars është botu diku në vitin 2021, po. 2021, se Elon Musk tha që jeta do zhvillohet në Mars, ta që tutje veç se ka filluar ai të shpërqendrohet atje. Viteve të fundit, po, se dikush ka shkuar edhe. E kisha idenë që shkrimtarët i parandjejnë. Unë si fëmijë gjithmonë ka pas këshëri për jetën në Mars, edhe për planetet në të cilat mund të zhvillohet jeta, dhe gjithmonë është folë për Marsin si një planet potencial, edhe kështu bëra një libër ku le të themi gjësende toksore vendosa që t'i dërgoj në Mars. Është një libër që ka komplet një tematik. Me çka i qove atje? Me një anje kozmike? Me lapsin tim magjik. Ashtu? Fakt, po du më ndolet të diçka personale, Rina. Tazëm, se më thonë, kjo dele për me shkru, po besoj që vjen natyrshëm, vjen në një moshë të caktuar te secili prej nesh. Se më thonë, dikush mandej vazhdon, dikush e ndërpret se ka vetë besimin e duhur, se ka talentin e duhur, mund të me qenë plot arsye të tjera. Te ke vazhdu dhe je profilizu. Po pse bëhet dikush si ti shkrimtare për fëmijë? Se më thonë, pse e gjete veten te fëmijët? Unë jam rritë në një ambient me libra, në një ambient ku dhe familjarët e mi janë marrë me këtë punë. Kjo sigurisht është një shtys. Kam fillu të shkruaj shumë herët, diku në klasën e 6 kam botu librin tim të parë. A librin? Po, librin tim të parë. Unë pata bën një përmbledhje të vjershave, të cilat i lexuan shkrimtarët për fëmijët e asaj kohe, edhe ju pëlqyen shumë edhe motivuan që të vazhdoj. Filluan të botoheshin në revistën Pioneri, fillova të jem aktive me karavanin e shkrimtarëve për fëmijë, ndoshta kjo pak më vonë kur fillova shkollën e mesme, dhe prej atë nuk jam ndalë. Është një gjini letrare në cilën unë kam gjetë veten. Nuk është se nuk jam përpjek të shkruaj edhe diçka tjetër, po gjithmonë jam rikthyer sepse është ajo që di të bëj. Jo, këtë kisha si pyetje si më pasardhëse. A është një fazë kalimtare ku nga për fëmijë, nga shkrimi poezi, vjersha për fëmijë, nuk e di, tregime eventualisht ndonjëherë kalon te shkrimet për të rritun, apo thjesht e ke plan me mbet besnike pra gjithmonë te fëmijët? Besoj që është individuale, ka shumë shkrimtarë për fëmijët që kanë filluar në bankat e shkollës, sepse aty fillojnë të shkruajnë për fëmijë dhe mandej gradualisht shndrohen në shkrimtarë për të rritur kur fillojnë të eksplorojnë gjinitë letrare. Unë nuk kam pas shumë këtë interesim sepse jam ndje shumë komod në ama ti je shumë e re, kështu unë po them për të ardhmen. Ndoshta në të ardhmen edhe do të bëj diçka mirë, po unë besoj që e kam stamposur fatin tim si shkrimtare për fëmijë. Ju jeni pjesa ose gjenerata asaj që keni takuar tazëm Rifat Kukajn, Agim Devën, Gani Gjafolin, Hairul Sinakun, e të tjerë shkrimtarë për fëmijë, Ani Demolli. Po kam pasur fatin t'i takoj edhe njëkohësisht t'jem pjesë e karavanin shkrimtarëve për fëmijë me ta. Po, Agim Deva ka ndrujet fatkesisht pak më herët, mirë po me gjitha tjerët që përmendet. E di se kam qenë unë prej vitet në atë karavan dhe e di se si funksionon dhe e di çfarë energjie të jep ajonism edhe ai tren, le ta themi, që udhton edhe së ndalet kur ku frymëzimet veç vine e shtohen. Patjetër, Karvani është një platformë e cila na e mundëson neve që të jemi në kontakt vazhdueshëm me fëmijë. Është një organizim i tillë ku ne arrijmë që jemi afër fëmijëve. Kur u bëre nën pastaj? Nën jam bërë në vitin 2020. Dakor, jo them kur u bëre, po kur u bëre nën e shtove dozën edhe motivacionin, frymëzimin. Po patjetër, po besoj që kur je prind, pastaj rriten frymëzimet, në kuptimin që fillon
fillon ta Ndronë shohësh natyra botën. temave, apo jo? Po, fillon ta shohësh botën në ndryshe. Unë tash kam kalu në një sfidë tjetër me vajzën time të vogël, cilës kur i lexoj po e shoh që tekstet ka nevojë shumë për përpunim dhe Çka i lexon vajzës Serina? Po kryesisht pralla. Është në moshën 4 vjeçare që ka një lloj këshërie pak më. Prallat të autorëve tjerë. Po prallat të cilat janë të autorëve tjerë, prallat të cilat i bëj vetë, prallat të cilat... Edhe i redakton ndërkohë që ja lexon asoj? Po, Ne bëj në modifikime. pralla, aty për aty dhe u themi. Bëj Po poezi, modifikime. Vjersha, ajo mëson? I mësoj diçka të vogël ende, po nuk dua ta ngarkoj shumë. I mësoj diçka të Faktë, vogël. është përgjithësi, nuk e di, se kam përshtypjen se ta kam bërë këtë pyetje dhe është pyetje që bëhet natyrshëm. Është përgjithësi me shkruar për fëmijët, sepse po edukon në një farë formë breza, po injekton te ta diçka që mund ta kenë dëgjuar ose mund mos e kenë dëgjuar asnjëherë deri atë sa janë takuar me një poezi, me një vepër tënde. Pra, edhe kjo, unë kam përshtypjen që do duhet me ndjellë përgjithësi. Qa po shkruan, si po shkruan, dhe çfarë temash po i trajton. Pa dyshim është një përgjegjësi shumë e madhe. Lexuesi fëmijë është një lexues shumë i vëmendshëm. Edhe duhet kemi kujdes sepse ajo që ka servojmë ne si shkrimtar për fëmijë është ajo të cilën e merr lexuesi fëmijë. Ndërsa tek lexuesit e tjerë autori shkruan dhe nuk e vret mendjen se si po mirën nga të tjerët. Mund të ketë këndvështrime të ndryshme se si lexuesit mund ta shohin një vepër letrare. Ndërsa ne duhet kemi këtu kujdes që gjithçka të jetë e matur, ta ketë satirën e duhur dhe të mos te kaloj ajo lloj satire që të shndrohet në diçka pastaj qesharake, totalisht edhe të humbas kuptimin. Po dhe njëkohësisht jetë sa më edukative, mesazhet jenë të qarta, të mos kenë shumë dy kuptimsi në kuptimin që të shkaktojnë një lloj konfuzioni tek fëmijët. Po pra një libër duhet ta konsultojë dhe ta shohin disa njerëz, një zinxhir njerëzish, duke përfshirë pedagogët, duke përfshirë sociologët, psikologët, tek e fundit shkrimtari e bën detyrën e vet, por të gjitha këto duhet i ketë inkuadruar tek vepra e vet. Kam një diçka që dua të pyes, sepse duke i qenë prind, ne shohim se çfarë literature, çfarë libra lexojnë fëmijët tanë dhe çfarë u japin arsimtarët, profesorët, mësuesit fëmijëve tanë për të lexuar. Ç'mendon ti për mos ndryshimin në ciklin ose ndryshimin, nëse e keni hasur, të lektyrave shkollore që jepen për të lexuar dhe për të bërë referat. Për ato libra që preferon të lexojnë gjatë pushimeve, po flas gjithmonë të obliguara që i ka shkolla. Dhe çfarë mendon një shkrimtar për fëmijë që duhet të ndryshojnë? Si një shkrimtar që jeton në këtë periudhë bashkohore, unë konsideroj që duhet bëhet një përditësim i lektyrave dhe i listës së librave të cilat ipen për fëmijët. Sot kemi libra fantastik, libra të cilat duhet përkthehen, edhe libra të cilat janë përkthyer. Agroni e tha shumë mirë që ka një interesim fëmijët shkojnë me libra të cilat i shohin në internet ose që mund të kenë kontakt disi. Këtu mendoj që nevojitet një mobilizim pak më i madh shtetëror, nevojitet një debat pak më i madh publik, sepse ky është një debat cilin e thash, ne e bëjmë kudo, e bëjmë edhe si prind, flasim vazhdimisht se si po ju japim fëmijëve libra të cilët janë të kohërave të tjera ose që nuk përkojnë me kohët tona. Duhet zhvendoset dhe duhet mobilizohemi pak më shumë si shoqëri. Unë këtu e kam fjalën jo vetëm për librat artistik, po edhe për tekstet shkollore të cilat sigurisht që duhet të freskohen edhe me informata. Qasja në raport me librin, si me thonë, të mos jetë, nështë thjesht mos e ndjenë veç si obligim, po të ndjenë edhe si knatësi. E di pse sepse sot ka mundësi sot, ndjes, për zgjedhje pafund. Botohen libra me ilustrime, me hapësirën për të nxënë atë mendimin, si që thamë, kritik, për ta kuptuar, ndryshe ta zëmë në kohën tonë që lexonin Verorën ose lexonin X librin që nuk kishim të paktën një ilustrim në krejt librin. Po, këto libra janë për lexues. Duhet të jenë atraktive edhe për syt, jo vetëm për mbajtje. Po, patjetër, po këta janë klasës 7-8. Janë libra për fëmijë pak me lexim pak më të pavarur, cilët janë më të pavarur në mënyrën se si lexojnë, fëmijët të cilët arrin të absorbojnë atë të cilën e marrin, ndërsa librat me ilustrime janë, le të themi, libra tranzistor për të kaluar në gjini tjera ose në lexime të tjera, sepse siç e dini edhe leximi edhe letërsia është një lloj shkallëzimi. Nuk mund të kalojmë të lexojmë libra të cilët janë shumë të rëndë, le të themi, në kuptimin përmbajtësor, për pa kaluar në librat me ilustrime. Po patjetër, gjithçka është me moshën edhe prandaj
klasifikohen si të Janë tilla. vlerësuar edhe nga psikologët edhe nga shkrimtarë për fëmijë që dinë të jenë jashtëzakonisht të nevojshëm edhe shumë dobisjellës për fëmijë. Qysh me ju imponu fëmijëve me libra? A ka një përgjigje? Se më thonë se ky debati që po e bëjmë ne këtu, ky diskutimi më saktë që po e bëjmë ne këtu, kam përshtypjen që po bëhet edhe po bëhet realisht gjithandej botës. Jo vetëm tazëm këtu në shtetet që na rrethojnë, jo vetëm në Shqipëri që dëgjoj her pas here, por edhe në gjithë botën, sepse realisht teknologjia është një diçka shumë atraktive, në kuptimin që thjesht ta merr vëmendje shumë më shumë, edhe neve si të rritën, po na e merr vëmendje. Për shembull, ishte një statistikë që dikun gati mes 4 dhe 5 orë një i rritur i kalon në 24 orëshin e tij me telefon, që është një humbje, varet si e trajton. Mund të me qenë humbje kohë, mund të me qenë pozitive sepse ti përfiton. Po thjesht është nëse e ndajmë një pjesë të kohës edhe për me lexu, s'kishin bo keq. Pra qysh me atraktu Jo, fëmijë? gjithsesi ne lexojmë edhe gjithë kësaj periudhe kohore, ne lexojmë, ne marrim informacionin, por çka lexojmë? Lexojmë materiale të shkurtra, kohëzgjatja për qëndrimit tonë është e limituar. Absolutisht, kështu që libri ekstra limituar. Po, ta ofron një dritare tjetër është. Edhe të arrit imagjinatën, duhet me Po, thonë. patjetër. Se si mund ndikojmë tek fëmijët. Unë isha para muajin e kaluar në disa vizita në shkollat e Prishtinës, ku lexuam bashkë librin e Marshit, të cilën e përmendët ju, dhe kishte një kërshëri, një kurreshtje të jashtëzakonshme prej fëmijëve. Dhe ajo çka nxora nga ai takim është që duhet të ketë sa më shumë takime me shkrimtarë, që shkojnë, ju lexojnë fëmijëve, bashkë bisedojnë me ta dhe e bëjnë leximin një aktivitet argëtues. E shoh që disa shkolla në Prishtinë kanë përshtypjen që edhe do doja që të ishin të njëjtat edhe në gjitha shkollat, pavarësisht nëse është në fshat, në qytet, pra në të jenë kënde të largohen pe klasave, le të shkojnë në një kënd kreativ, sepse edhe për fëmijët është një ndryshim ambienti. Po patjetër, mirë po edhe krahas infrastrukturës që duhet rregullohet për fëmijët, siç e përmendet ju bibliotekat ose këndet e leximit, unë besoj që duhet ta bëjmë leximin një aktivitet argëtues edhe në klasë. Ta lexojmë, të shohim se si është tjetri, si po e mendon tjetri, ti nxisim fëmijët që të flasin sa më shumë, të diskutojnë më shumë dhe jo domosdoshmërisht i çojmë drejt një rruge ose ky është përfundimi edhe kështu duhet. Është i shtrenjtë Erina libri për fëmijë? Nuk mendoj që është me u bler me u shkru. Jo, për të bler, për të shkruar nuk ka çmim. Nuk mendoj që është i shtrejt duke pas parasysh gjithë punën e madhe që bëhet nga fillimi e deri tek shtypi. Ta keni parasysh që librat për fëmijë kërkojnë që të jenë me ilustrime, të jenë letër më mirë speciale. Edhe punën e madhe që bëhet nga një shkrimtar, që mund të ndajë disa muaj kohë nga jeta e tij për ta shkruar një libër dhe ne shkojmë me blejmë me 5, 6, 7, sa mund të jetë 8 deri në 10 euro një libër. Nuk mendoj që është çmimi. Si shkrimtarët që shkruan vjersha për fëmijë, kryesisht vjersha për fëmijë, ku janë trendet? Ku do ta kemi në një tart me të afërt, jo fort të largët? Unë mund të flas për Kosovë, në letërsia për fëmijë në Kosovë ka pas një humbje shumë të madhe me ikjen e shumë shkrimtarëve për fëmijë të cilët fatkeqësisht nuk i kemi më. Disa për cilëve u përmendën këtu, po. Unë jam 30 vjeç edhe vazhdoj të jem shkrimtarja më e ri për fëmijë në Kosovë. Do thotë nuk po them që nuk ka shkrimtarë të tjerë, ka edhe të tjerë. Shkrimtarja më e re e botuar, shkrimtarja më e re aktive. Çka konsiderohem aktive. Një shkrimtare tjetër që është Agnesa Mazreku për shembull, që ka shkruar një 2-3 libra të mrekullueshëm për fëmijë, është më e re se ju, po. Ka mundësi, nuk e dyshoj. Ajo është diku në moshën 20 vjeç, 19. Nuk e dyshoj, unë po e them kështu simbolikisht në takimet që kemi me Karvanin, unë vazhdoj të jem Erina është një prej shkrimtarëve më të reja për fëmijë dhe kjo më vjen shumë keq. Unë gëzohem shumë kur ka shkrimtarë të tjerë për fëmijë, të cilët dalin edhe të cilët e kultivojnë këtë gjini letrare kaq nevojshme dhe kaq rëndësishme. Erina, shumë faleminderit që erdhe, edhe kënaqësi që biseduam herën tjetër, sigurisht po shpresoj me biseduar për libra të tjerë, edhe për krimtaritë tënde, e di që vazhdoshëm po shkruan diçka edhe po bën diçka. Jo, e ka të radhës na çojë në një planet tjetër përveç Marsit, në Jupiter ndoshta? Po, ju po punoj për 2 libra të ri aktualisht, një libër me një shkrimtare për nga Shqipëria, ku po bëjmë një bashkëpunim, si bashkëautor për një libër didaktik artistik për fëmijë dhe një libër tjetër i cili do ta ketë fokus gjuhën shqipe edhe që ta sjellim gjuhën shqipe tek fëmijët në mënyra tjera. Për parashkollor? Jo, kryesisht për lexues pak më për fëmijë pak më të pavarur për nga ana e leximit, diku nga klasa 4 dhe 8 mund të jetë 4-8. Mirë, shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit Dita, ndërkombëtare librit për fëmijë dhe trinj. Faleminderit shumë edhe unë ju falenderoj shumë për